Nga debati ballafaques në gjykatën kushtetuese mes avokatëve të gazetarit Elton Qyno dhe prokurorit të SPAK-ut mbi të drejtën e gazetarit për të ruajtur burimet e informimit shihen qartë dy probleme. Problemi i parë ka të bëjë me nivelin profesional të prokurorit përballë gjykatës kushtetuese, pasigurinë e tij për çdo çështje që merr përsipër të mbrojë dhe familiarizimin me shkeljen e ligjit. Të tre këta element tregojnë në të vërtetë cilësinë profesionale dëshpëruese që ka SPAK. Ajo që është vërtet shqetësuese për cilësinë profesionale të prokurorëve të SPAK-ut është fakti se e traditën e krijuar që gazetarët e Kronikës të pyesin SPAK-un nëse duhen botuar apo jo dosjet sekrete ai e quan normë etike. Dhe nëse gazetarët nuk e zbatojnë këtë etikë, SPAK ndërhyn dhe u sekuestron pajisjet, siç ndodhi në rastin e gazetarit Qyno. Pra ai injoron faktin se nuk ka bazë ligjore për këtë veprim. Kjo ka ndodhur më parë dhe me redaksinë e lapsit kur ka publikuar databazën e Partisë Socialiste për zgjedhjet dhe për cilën ka një vendim të Strasburgut kundër SPAK-ut. Në debatin me kryetarin e gjykatës kushtetuese kur ajo i përmendi vendimin e Strasburgut për ndalimin e praktikës së sekuestrimit mjeteve të punës së gazetarëve, prokurori e pranoi që ai vendim duhet zbatuar me po aq lehtësi sa e shkel atë. Problemi i dytë është se i gjithë shqetësimi i ngritur ndër vite për rrjedhje në shtyp të materialeve sekrete nga prokuroria tani ka një adresë të qartë, vetë SPAK. Praktika e krijuar ku SPAK përdor median si mjet për të përbaltur subjektet e tij të hetimit, duke i gjykuar fillimisht në publik e pastaj kopsitur akuzën sipas mendimit të popullit është tashmë një model i verifikuar. Kjo shpjegon pse rrjedhi në shtyp pjesë të selektuara nga dosjet hetimore, të nxjerra nga konteksti dhe të hedhura si ushqim për qend, me synimin për të penalizuar publikisht personat në hetim përpara se të ketë gjykim real. Kjo praktikë e SPAK-ut duket se ka prekur edhe gjykatën e posaçme, e cila tani ka hyrë në garë me SPAK-un, duke rekomanduar formulim akuzash dhe ndoshta për herë të parë në historinë e drejtësisë në botë, një gjykat i rekomandon prokurorisë dënime përtej atyre që ka kërkuar ajo. Shembulli më i qartë për propagandë kundër një pandehuri është një paragraf në zbardhjen e vendimit për paraburgimin e Veliajt ku gjyqtari Pollumbi shkruan: Në këtë kontekst, gjykata vëren se bashkëpunimi i personave në hetim Erion Veliaj, Ajo Ladzoza dhe Elmana Bula, katiparet e një bashkëpunimi të posaçëm atij grupit të strukturuar kriminal, pavarësisht se një formë e tillë bashkëpunimi nuk u është atribuar ende këtyre personave në hetim dhe përjedhoi, nuk do të merret në konsiderat në këtë moment nga gjykata në caktimin e masës së sigurimit, pasi në të kundërt do të cënohej parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit. Kur vetë gjykatësi thotë që diçka nuk duhet marrë në konsiderat sepse cënon pozitën e të pandehurit, pse e shkruan atë në vendim? Pra, gjykatësi e pranon se nuk ka kompetencë të bëjë një vlerësim të tillë dhe pranon që ai vlerësim cënon të pandehurin dhe sërish e përfshin në vendim duke shtuar ju mos e merrni në konsiderat, por unë po e them gjithsesi. Kjo është esenca e propagandës me drejtësinë, përdorimi i përbaltjes publike si strategji për të mbrojtur vendime të dobta ligjore ose hetime të mangëta. Seanca ballafaquese në gjykatën kushtetuese tregoi qartë se në drejtësinë e re po krijohen norma antiligjore veprimi të cilat justifikohen me mbështetje publike sepse opinioni publik i shitet propagandë në vend provave, ndërsa personat nën hetim linçohen si të dënuar para kohe.